Opinion nga Halil Geci. LDK po përballet me një krizë reale dhe të thellë politike, pa largimin e Lumir Abdixhikut dhe rrethit të tij të ngushtë, partia ka humbur rrugën historike të ndërtuar nga rrugova dhe akademikët e asaj kohe. Koha po mbaron, zgjedhjet nacionale po afrohen dhe nuk ka më hapësirë për zvarritje. LDK-ja duhet të kthehet tek baza dhe te fryma rrugoviste, e cila sot nuk ekziston brenda partisë. Fryma rrugoviste sot përfaqësohet më së shumti te partia Guxo, Donika dhe Vjosa, si dhe te ushtria e tyre e rrugovistëve të zhgënjyer. Thirrja e një kuvendi të jashtëzakonshëm për një proces transparent zgjedhor për ta larguar Dadën Lume është e pakontestueshme. Më së miri do të ishte dorëheqja e parevokueshme e udhëheqësit aktual për të hapur rrugën në rinovimit të lidershipit. Aktivizimi i strukturave partijake është i domosdoshëm për t'i thënë Dadës Lumë, shko në shtëpi, se kjo punë nuk është për ty. Kjo duhet të ndodhë urgjentisht tash, e jo të pres deri në zgjedhjet e ardhshme. Kandidati më i natyrshëm për të tejkaluar zgjedhjet nacionale për momentin shihet të jetë Përparim Rama, edhe pse ai ka pasur kontakte me PDK-n, unë mendoj se kjo nuk është faji i tij. Po të vepronte ndryshe, ai do të goditej nga Dada Lumë, ashtu siç u godit Xhafer Tahiri i Vushtrisë. Fitoria e 2 mandateve të njëpasnjëshme në Prishtinë e bën Përparim Ramën të pakapërcyeshëm për t'i besuar mandatin e LDK-s deri pas zgjedhjeve nacionale. Pas zgjedhjeve nacionale, lideri i ri duhet të zhvillojë zgjedhjet e brendshme partijake nëpër komuna, duke i dhënë bazës mundësinë që të zgjedhin udhëheqësin pa presione. Kryeqyteti i Prishtinës ka një peshë më të madhe me numër banorësh të barabartë me 2 ose 3 komuna të tjera, gjë që jep fituesit të zgjedhjeve një peshë të konsiderueshme politike dhe një bazë të fortë për udhëheqjen e partisë në të ardhmen. Nëse nuk ndërmerren këto hapa, humbja e LDK-s në zgjedhjet nacionale do të jetë e turpshme dhe do të ketë pasoja afatgjata për të ardhmen e partisë.